Atëherë sapo ka përfunduar seanca gjyqësore për vleftësimin e masës sigurimit, për vleftësimin e arrestimit dhe masës sigurimit në ngarkim të shtetasit Kevi Muçllari. Gjykata vendosi që të vlerësohet i palishëm arrestimi i shtetasit Kevi Muçllari, si dhe të mos caktohet as i masë sigurimi në drejtim të tij, për shkak sepse në vlerësim të rësor të gjithë situatës dhe dosjes përkatëse, gjykata arrin konkluzionin që nuk ka një dyshim të arsyeshëm për kryerjen e veprës penale të goditjes për shkak detyrës parashikuar nga neli 237 i Kodit Penal. Çfarë ka kërkuar organi i akuzës dhe cili ka qenë qëndrimi juaj? Organi i akuzës kërkoi që të vleftësojë si i lishëm arrestimin në flagrancë, si dhe të caktojë masa e sigurimit detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Qëndrimi jonë ishte që të vlerësojë i palishëm arrestimin për shkak sepse nuk kishim në kushtet e goditjes për shkak detyrës për dy elementë. Së pari nuk kemi goditje, ka patur një shtyrje të përbashkët me personin tjetër të përfshirë në konflikt, dhe së dyti kjo nuk lidhej me detyrën, por lidhej për faktin që ka patur një shtyrje së pari nga personi tjetër dhe më pas ka reaguar instinktivisht shtetasi Kevi Muçllari. Dhe ky qëndrim me sa duket e bindi dhe gjykatën, i shoqëruar dhe me pamjet filmike. Fatmirësisht ngjarja përkatëse ishte e filmuar nga shumë media, kishte kamera nga pozicione ndryshme, dhe me sa duket dhe gjykata ka arritur në konkluzion e bindur nga të gjitha këto situata. Si ishte gjendja emocionale e Kevit në momentet e fillimisht ishte i ngarkuar dhe qëndrimi që mbajti në gjykatë ishte që tha që unë nuk jam kriminal, unë kam mbrojtur një qëndrim të cilin e besoj, pra kam qenë në ndihmë të banorëve dhe kam patur kërkoj falje për përdorimin e një fyerje nga ana e tij në drejtim të këshilltarëve, por deri këtu nuk është se ka shkuar për të përdorur element dhumne, përveç momentit ku është gjendur në një shtyrje dhe instinktivisht ka reaguar edhe indikuar emocionalisht, sepse do ta kuptojmë situatën që ka qenë në momentin që ka qenë i ngarkuar për shkak të gjithë situatës që është krijuar. Sa i përket ndalimit kreditor, do të ndërmerrni masa për kompensim të dëmit? Do vlerësojmë situatën në vazhdim. Absolutisht kjo mund të jetë një situatë për ta vlerësuar, por do ta vlerësojmë në vazhdim në tërësi situatën. Kjo do thotë se çështja është pushuar? Jo, nuk do thotë që çështja është pushuar. Të drejtën ligjore e ka organi i akuzës të vazhdojë të kryejë hetime në lidhje me këtë rast, por deri në këtë moment procedural ky është qëndrimi i gjykatës. Secila prej palëve, pra dhe prokuroria dhe ne mund t'i bëjmë ankim vendimit të gjykatës, ne nuk do t'i bëjmë ankim sepse gjykata pranoi qëndrimin ton, ndërkohë që organi i akuzës ka drejt t'i bëjë ankim dhe ta vlerësojë një gjykatë më e lartë nëse është i drejtë ose jo vendimi i gjykatës së shkallës së parë.